Falënderoj Allahun e nërësuar, salavat dhe selam të qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen dhe shokët e tij. Imam al-Barbahari rahimahullah në librin Sharh as-Sunnah kemi thënë wal iman bil anbiya'i wal malaika. Pjesë e besimit islam, akides ahli sunnah, është me besu pejgamberët dhe melaiket e tij. Kryesisht kemi folur javën e kaluar lidhje me këtë temë, por na ka mbetë një argument me të cilin argumenton shehu i nderuar, Allahu mëshiroft Imam Rabi ibn Hadi, që jemi edhe me komentin e këtij libri. O min al-malaika man huwa mukilun bi qabd al-arwah. Pra nga melekët e nderuar që janë të ngarkuar me vepra është qabd al-arwah, marrja e shpirtrave. Kemi thënë se meleku i marrjes së shpirtit, pra ne nuk ja dim emrin. Pra jo që siç njihet në popull Azraili apo Gjibraili, të më thonë emra të ndryshëm që i keq interpretojnë në mesin e avamit, pra melekul maut është meleku i vdekjes. Meleku i vdekjes. Argument lidhje me këtë temë se si merret shpirti, Sheikh Rabi Allahu mëshiroft e ka vru hadithin e Barra ibn Azib, dhe është pak i gjatë, por është një hadith që na përshkruan në momente të vdekjes se si do të na merret shpirti, dhe thotë An al-Barra ibn Azib radiyallahu anhu qal, transmetohet nga Barra ibn Azib, thotë خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار. Kemi dalë me pejgamberin alayhi salatu wassalam pasi që kishte vdekur një nga ansar. Pra kemi dalë me fal namazin e xhenazës, kemi marrë pjesë me urrimin e tij. Fantahayna ila al-qabri, dhe kemi arritur deri te varri. Walamma yalhad, përderisa varri ishte duke u përgatitur, fajala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna hawlahu. U ul pejgamberi alayhi salatu wasallam pranë varrit dhe të gjithë ne ulëm rreth tij. Wa ka'anna ala ru'usina at-tayr. Dhe sikur mbi kokat tona kishte zogj. Çka do të thotë kjo? Pra kur ka qetësi të madhe, zogu është ai i cili, pra zogjt mund të pushojnë. Pra në një degë të pemës, zogjt nëse na ngritim zërin tonë, zogjt ikin të largohen. Por kjo përshkruan çfarë qetësie e madhe ishte në atë varrim. Wa fi yadihi 'udun yankutu fi al-ard. Kishte një shkop me të cilin e godiste tokën. Fa rafa ra'sahu, e ngriti kokën pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe tha, faqal ista'idhu billahi min adhab al-qabr. Kërkoni mbrojtje nga Allahu, kërkoni nga Allahu mbrojtje prej dënimit të varrit. Thot Barra ibn Azib marratayn aw thalatha, e përsëriti 2 ose 3 herë pejgamberi alayhi salatu wasallam. Thumma qal, pastaj tha, inna al-'abda al-mu'mina إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء. Kur robi besimtar është pranë shkputjes nga kjo botë dhe hapit parë drejt ahiretit, pra në momentet kur njeriu është duke lëshu këtë dunja, duke u shkput prej kësaj, pra vdekja, dhe je duke ecur drejt ahiretit, Nazala ilayhi malaikatu min as-sama, zbresin malaikën nga qielli. Pra bëhet fjalë për kë? Për besimtarët. Baydul wujuh, me fytyra të bardha. Pra fytyra që shëndrisin të malaikëve. Ka'anna wujuhuhum ash-shams. Po thuaj se fytyrat e tyre të malaikëve janë sikur dielli. Ma'hum katharun min akfani al-janna wa hunutun min hunut al-janna. Së bashku me laiket kanë qefin prej xhenetit dhe njëkohësisht
parfymosur parfym prej xhenetit. Hatta yajlisu minhum ad-dalbasa. Pra dhe ulen pranë tij sa me një ulje pra sa shesyri njeriu. Thumma yaji'u malakul maut. Pastaj vjen meleku i vdekjes. Pra këtu në momentet kur vjen momenti i vdekjes, vijnë melajke për besimtarin me fytyra të shndritshme, sikur djeli. Dhe kanë me vetë çefin. Për çfarë? Për përgatitet çefin, sepse çefini në këtë dunja është çefini i bardhë që e mbulon trupin. Pra është një prej urtësive që të mbulohet i vdekurit, urtësi do të thonë që kanë vetëm muslimanët. Sa të që njerëzit të arrijnë këtë dunja farë lloj arritje shkencore, nëse nuk je i udhëzuar sunet, nuk jeme e varrosur të afërmin ashtu siç ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Dhe i shohim njerëzit të cilët devijojnë dhe mendojnë që janë të ngritur, pra aq nivel mendojnë që janë të ngritjes, sa që ka momente që varrosin pra me tesha, me kostume, apo me muzikë, pra me tregu që është diçka i veçantë. Prandaj, muslimani varroset tamam, sipas asaj që ka udhëzuar Allahu subhanahu wa ta'ala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me çefin të bardhë. Por edhe me lajket e marrin çefinin që do ta marrin shpirtin. Dhe ashtu thot pejgamberi alaihi salatu wassalam: "Thumma yaji'u malakul maut." Pastaj vjen meleku i vdekjes. Hatta yajlis inda ra'sih, ulet te koka e tij dhe i thot fe yaqul: "Ayatuha an-nafsu at-tayyiba." O ti shpirti i mirë. Pra, kjo është një moment që duhet shpresohet me qenë për atyre besimtarë. Që meleku i vdekjes e thret shpirtin. Ayatuha an-nafsu at-tayyiba. O ti shpirt i mirë. Ukhriji. Pra, dil ila maghfiratin min Allah wa ridwan. Del me falje ndaj Allahut, duke kërkuar falje dhe me kënaqësinë e Allahut. Ila maghfiratin min Allah. Pra, kalon maghfiratin e Allahut, mëshirën e Allahut dhe kënaqësinë e Allahut. Pra, dy lutje bën. Pra bëhet lutje që me e fal këtë rob dhe me qenë Allahu i kënaqur me këtë shpirt, me këtë rob. Qala ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam: "Fatakhruju shpirti del, tasilu kama tasilu al-qatratu min fiy as-saqa." Do të del me lehtësi shpirti, sikur ujë që del pe asaj primëse, si me thonë gjykimit. Pra ne i themi gjykim. Pra ku vendoset apo që kanë qenë kohën pejgamberi alayhis salatu wassalam, mjetët në cilat është i ujë, dhe për këtë ka qenë sunet dhe ka qenë e kujdesshme që mos me pi ujë pa shiqu, do me thonë, sepse aty mund të futet gjarpri, edhe për këtë ka qenë e udhët që me shiku apo me mbulu ene, që mos me u rreziku. Prandaj, sikur del pra nga ujë që del prej asaj atij gjykimit, kështu me lehtësi, pra pikat e ujë që rrjedhin me lehtësi, kështu del shpirti nga trupi i njeriu me lehtësi. Shpirti i kujt? I besimtarit. Pra, kama tasilu al-qatratu min fiy as-saqa, sikur del një pikë ujë prej atij gjykimit të ujit. Fa ya'khudha من هرب نار الملائكة فإذا أخذها لم يدعوها في يده حتى طرفة عينه. Meleku i vdekjes asa që në mshet syt nuk kalon kohë vetëm se e marrin me lajket të tjerë. Pra meleku i vdekjes e nxjerr shpirtin me këtë lehtësi besimtarit dhe me lajket tjera e marrin ata që janë me çefina edhe me aroma me parfime të xhenetit, e marrin dhe e fusin fe yaj'aluna fi dhalika al-kafan, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, e fusin në këtë çefin, wa fi dhalika al-khulud, me këtë parfim, wa yakhruju minha, dhe kur të parfumoset, pra kur të mbështjellet nga ai çefin tani me që po përgatitet me dalë me u vendos shpirti, është një aromë, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, yakhruju minha, do të del aromë nafhatu miski, aromë që e miskut wujidat ala wajhi al-ard. Pra
nuk ka erë më të mirë mbi sipërfaqen e tokës. Ashtu si shtam që është rregull që kur që finoset i vdekur, njëkohësisht edhe të parfumoset. Pra të parfumoset. Edhe shpirti pra është ai i cili në qefim kur ta vendosin me lajket e ka një aromë që s'ka aromë më të mirë në sipërfaqen e tokës. Qale, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Fes'aduna biha fala yamurruna ala mala'in min al-mala'ika." Dhe kur ngjiten drejt qiellit, nuk do të kalojnë pranë me lajket tjera. Përveç se do të thonë, pra me lajket të qiellit parë, 2, 3, 4, do të thonë, "Ma hadha ruh", ç'është në këtë shpirt. Pra, e ndjejnë aromën, e shohin. E ndjejnë, fe kulun, fulan ibn fulan. Këta me lajke që e marrin, do të thonë, "Ky është filani i biri filani." Bi ahsan asma'ihi allati kanu yusammunahu biha. Pra, thirrën me emrat më të bukur. Me emrat më të bukur. Që janë thirrur në këtë dunja, janë emërtuar në këtë dunja. Dhe ata të cilët kanë fëmijë, Allahu i begaton me fëmijë, dhe kur vjen momenti i emërtimit të fëmijëve, le ta kujtojnë këtë moment. Pra, le ta kujtojnë këtë moment që kur të vdes njeriu, me çfarë emri të thirrë. Pra, është një moment që me lajket e qiellit, pra e thrasin bjahsen e sna, ka thënë pejgamberi sa emrat më të bukur. Pra, në këto momente vetëm imagjinoj kur thirren nga me lajket me emrin Abdurrahman, Abdul Karim, Abdul Latif, Abdul Razak, Abdul Aziz, me emra më të bukur, më të dashur te Allahu subhanahu wa taala. Edhe pse vendimtarët nuk është çështja e emrit, pra duhet të kemi parasysh. Por kjo aludon edhe kjo neve na inkurajon që ne me emërtu fëmijët me emra të bukur, me emra që i don Allahu subhanahu wa taala. Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hatta yantahu biha ila as-sama'i. Derisa të arrin tek qielli i dunjas. Pra fillojnë prej toke, prej varrit te qielli i dunjas, apo prej momentit të marrë shpirti, kur ti merret shpirti. Deri tek qielli i dunjas. Fastaftihuna la, i hapën dyrë e qiellit. Fejuftah lahum, ju hapet atyre. Feyushiruhu min kulli sama muqarribuha ila as-samaa allati taliha. E përcjellin me lajket e qiellit tjetër, deri tek qielli tjetër, hatta yantahi bihi ila as-samaa as-sabi'a, deri sa të arrijë tek qielli i shtatë. Pra, në çdo qiell, në çdo kat të qiellit, pjesë të qiellit, pra me lajket që i përcjellin këto me lajke me dhe këta shpirtin e besimtarit me këtë aromë të mirë. Fa yaqulu Allah, kur të arrijë tek qielli i shtatë, Allahu thot: "Uktubu kitaba abdi fi illiyin." Librin e robërve të mi, pra këti robi, regjistrojeni në vendin e lartë e illiyin, wa a'iduhu ila al-ard, edhe ktheni shpirtin e tij në tokë. Tani do të rikthehet shpirti në tokë. Fa inni minha khalaqtuhum, sepse nga toka i kam krijuar, wa fiha u'iduhum aty i kthej, wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dhe prej saj tani do të rikthehet herën tjetër. Pra ringjallë që do të do. Qale, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fatu'adu ruhuhu fi jasadi, do të kthehet shpirti në trupin e njeriut siç ka thënë. Por sigurisht nuk rikthehet në ringjallje në këtë dunjë. Por do të rikthehet shpirti prapë në trup. Prapë do të kthehet në të njeriu. Fe etihi malakan, tani do të vinë dy melajke. Fe etihi malakan fe ejlisan, munkar wa nakir. Do të vinë dy melajke dhe do të ulin. Fe yaqulani lahu, dhe do t'i thënë atij, man rabbuk, kush është Zoti. Pra, e kuptuat se kur është momenti që do të na pyesë Allah, do të na marrin pyetje me lajket parë, pasi ta nxjerrë shpirti, dhe nëse je besimtar, do t'i udhëtosh qiejt derisa Allahu të shkruan në vendin e illiyin, pastaj rikthehesh, pra, dhe do të vinë me lajket dhe do të marrin pyetje. Fe yaqulani lahu, do të thonë atij, man rabbuk, kush është Zoti? Fe yaqul rabbi Allah, besimtari do thotë Zoti im është Allah. Fe yaqulani lahu, atij do t'i thonë, ma dinuk,
cila është feja jote? Fe yaqulu dini al-islam, do thot feja ime është islami. Fe yaqulani lahu ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, çfarë din ti për njeriu që është dërguar mesin e juve? Fe yaqul, pra kjo përfshin të gjithë njerëzit e ditën e gjykimit. Fe yaqul, ai do thot huwa rasulullah, ai do thot ai është i dërguar i Allahut. Fe yaqulani lahu, malaika do të thonë wa ma ilmuka, ku ke çfarë bazon kët? Do thot qara'tu kitab Allah, e kam lexuar Kur'anin. Fa amantu bihi, e kam besu Kur'anin. Wa saddaqtu, dhe e kam bindur Kur'anin. Pra e kam besu, wa saddaqtu, e kam bindur praktik. Fa yunadi munadin fi as-sama, një thirrës do të thirrë në qiell, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, an sadaqa abdi, an sadaqa abdi. Fa yunadi munadi min as-sama, pra robi im e tha të vërtetë. Robi im e tha të vërtetë. Fa afrishu min al-janna, ja bëni një shtrojë të xhennetit. Wa albisuhu min al-janna, dhe visheni me një veshje të xhennetit. Waftahu lahu baban ila al-janna, dhe hapni një derë xhennetit. Hapni një derë të xhennetit. Qala, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa yatihi min ruhiha, pra dhe shku do të dëpërtoj aroma e xhenetit. O tibiha, freskia e xhenetit dhe aroma e xhenetit. Fa yufsahu lahu fi qabrihi mudda al-basar, do të zgjerohet varri me një gjërsi sa sheh syri i njeriu. Sa sheh syri i njeriu. Qal fa yatihi rajulun, pastaj do të vjen një njeri, husnul wajhi, me një fytyrë të mahnitshme të bukur, husnul thiyabi, do ta ketë një veshje të mahnitshme të bukur, طيب الريح aromë të jashtëzakonshme. Fa yaqul, dhe do t'i thot, abshir billadhi yasurruk, myshte, je i përgëzuar me gjithë atë që kënaqesh pra. Hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad, kjo është dita që tu ka premtuar. Kjo është dita që ka premtuar Allah. Fa yaqulu lahu, njeriu do t'i përgjigjet dhe do t'i thot, men anta, kush je ti? Fa wajhuka alwajhu yaji bil khair, kush je? Kjo pamje ka që bukur që ne e pësilajnë është. Fe yaqul, ai do t'i thot, ana amaluka salih, unë jam vepra jote e mirë. Ana amaluka salih, pra vepra, imani, tauhidi, suneti, vepra të mira do të shndrohen formën e njeriu të mirë, që do të japin këtë myshte, do ta përgëzojnë. Dhe çfarë do të thotë robi? Rabbi, o Zoti, aqimi sa'a hatta arji'u ila ahli wa mali. Sa më shpejt më ndodh dita e gjykimit që ta takoj familjen time dhe pasurinë time. Aqimi sa'a, kjo është një argument të jetës vërreza, që mohojnë ata të devijuar. Pra çfarë thotë ky rob? Aqimi sa'a, sa më shpejt më ringjall, më na ringjall. Kjo është sa i përket besimtarëve. Dhe është akidja e sunetit është imani ngritet edhe ullet. Dhe ehli suneti është mes atyre ekstremistëve dhe murxhi, të cilët thonë, japin shpresë të tepruar dhe thonë ti, edhe se nuk falesh apo bën gjuna, apo zina, me që e beson ditën e gjykimit je besimtar, me ty është në rregull. Këta janë murxhi, këta janë ekstrem. Ekstremi tjetër janë xhavarisht, të cilët nëse njeriu bën një gjuna, e friksojnë në atë pikë sa që nuk japin shpresë dhe njeriu mund të devijojë. Prandaj shumë nga argumentet janë kur përmendet përgëzimi për besimtarët, në anën tjetër përmendet paralajmërimi për pabesimtarët. Dhe tani pejgamberi sa ky është një argument, pejgamberi sa na ka përshkruar se si mirët shpirti i besimtarit, dhe tani është pjesa tjetër se si mirët shpirti i pabesimtarit. Qala, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, wa inna al-'abda al-kafir, robi kur është kafir, idha kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin 'ala al-akhirah wa iqbalun min al-akhirah, kur është duke u shkut, pra duke u ndalë nga kjo botë dhe duke e fillu hapin drejt ahiretit, nazala ilayhi min as-sama malaika sudul wujuh, dhe të zbresin malaike me ftyra të zeza.
Ma'hum al-musuhu fayajlisuna, pra do të vinë me një thes, pra me një diçka shëmtuar, fayajlisuna minhum al-basar. Dhe do të jenë afër tij sa shes syri njeriu. Thumma yaji'u malakul maut, pastaj vjen meleku i vdekjes. Hatta yajlis inda rasih, dhe ulet afër kokës së tij. Fa yaqul, dhe do t'i thot, ayyatuha an-nafsu al-khabitha, o ti shpirt i fliqur, khabitha, i prishur, i keq, ukhruji ila sakhatin min Allah, del pra nga ky trup në hidhrimin e Allahut, wa ghadab dhe zemrimin e tij. Qala, ka thënë pejgamberi alayhis salam, fatafarraqa fi jasadi, pra shkapërderdhet, friksohet, shpërndahet në trup, i friksuar. Fayantazi'uha, do ta nxjerr meleku i vdekjes. Siç thamë, e nxjerr shpirtin me lehtësi të besimtarit, tani është diçka tjetër. Fayantazi'uha kama yantazi'u as-sifudu min as-suf al-mablul. Shtiza në lesh që është i lagur, pra gung leshi i deleve, e fut në ujë, edhe e fut një shtiz me rrema, si me thonë, me xhemba, edhe tërheq. Pra është krejtësisht e vështirë. Kështu ka përshkruar pejgamberi alayhis salatu wassalam. Wa fayakhudha, pra edhe e merr atë. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك النسوء. الصحاب يبيدوا syve se e marrin me lajket edhe ma të ftyrat që kanë thamin zeza, frikshme, edhe hudhin në këtë thes. ويخرج منها كأن تنريه جيفة وجدت على وجهه. Dhe do ta ketë ky thes një erë shumë të rëndë, që nuk ka erë më të keqe në fytyrën e tokës. Fes'aduna biha fala yamurruna bi ala mala'in min al-mala'ika illa qalu. Dhe do të kalojnë pranë melajkëve derisa të arrijnë te qielli i dunjas dhe në qiell. Çdo melajke do të thonë me hadha ruh al-khabith, që është në këtë erë shëmtuar. Keq, aromë të keqe. Fa yaqulun, do të thonë melajket, fulan ibn fulan, fulan ibn fulan, bi aqbah asma'ihi, me emrat më të këqij, allati kanë ysemunaha biha fi dunya. Me emrat më të këqij që janë emërtuar në këtë dunja. Hatta yantahi bihi ila sama'i dunya, derisa vjen qiellin e dunjas. Fa yustaftahu lahu fala yuftahu lahu, kërkohet mi hap dyert të qiellit të dunjas. Fala yuftahu lahu, nuk do t'i hapen dyert të qiellit. Nuk do t'i hapen dyert të qiellit. Pastaj pejgamberi alayhis salam i ka cituar dy ajete. Pejgamberi alayhis salam ka cituar ajetin surën Al-A'raf. Allahu ka thënë: La tufattahu lahum abwab as-sama'. Abwab as-sama', nuk do t'ju hapen atyre dyert e qiellit. Wala yadkhuluna al-jannata, as nuk do të hyjnë xhenet, hatta yalija al-jamalu fi sami al-khiyat. Ashtu siç nuk mund të hyjë devja në vrimin e gjilbërës, në birën e gjilbërës. Pra, pa besimtarët, arrogantët, mendimdhejtë, ata që refuzojnë Kur'anin, Sunetin, pa besimtarët nuk do t'ju hapet qielli i dunjas. As mundet me kalu shpirti për te qielli të parë. Hatta wala yadkhuluna al-janna, dhe nuk do të hyjnë në xhenet, hatta yalija al-jamalu fi sami al-khiyat, ashtu siç nuk mundet me i devja në semul khiyat. Pra, këto shembuj që përmend Allahu në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë shembuj që kanë jetuar njerëzit në atë kohë me deve. Pra, ka qenë një udhëtim i kryesor, ka qenë një shembull që e kanë pa mësy, pra gjilbërën, me cilën pra bëhen teshat. Vrima shumë e vogël, e pamundshme. Kështu nuk ka mundësi pa besimtarit me shku me jo hap dyert e qiellit. Fa yaqulullah, Allahu thot: "Uktubu kitabahu fi sijjin al-ard." Librin, regjistrat e këtij robi ja vendosni në tokën e shtatë. Uktubu kitabahu fi sijjin al-ard as-sufla. Vendosni në vendin Sijjin të thellësinë e tokës, në tokën më të fundit. Fatutrahu ruhahu tarha, pastaj do të hedhë
do të gjuhën shpirti i këtij pabesimtari. Pastaj ka lexuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një ajet kuranor suratul Hajj dhe ka thënë: "Wa man yushrik billah", kush i bën shok Allahut, fa ka'annama kharra min as-sama'. Ai është sikur ai që kharra min as-sama', vjen nga qielli. Fa takhtafahu at-tayr, dhe e gëlltisin zogjt, e coptojnë. Au tahwi bihi rihu fi makanin sahiq, apo sikur diçka që era e fuqishme e gjujnë në vend të lartë, sahiq, në çmuar. Pra ai që i bën shok Allahut, i përngjason janë të tillë të cilëve edhe shpirti pra nuk do t'i pranohen, nuk do t'i hapë dyrë qellore dhe do t'i kthehet në vendin e shëmtuar si gjini. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, do t'i kthehet atij, ka thënë pejgamberi sa mësëm shpirti trupin e tij. Wa ya'tihi malakan, do të vinë dy melajke. Fesh lisani, dhe do t'a ulin atë, fe yaqulani lah, do t'i thënë atij men rabbuk, kush është Zoti yt? Fe yaqul ma ha ladri. Përgjigja për besimtarit do të jetë pra ha ladri, pra do të përgjigjen këtë mënyrë. Fe yaquluna lah ma dinuk, do t'i thonë cila është feja jote, do të japë një përgjigje. Fe yaqulani lah, do t'i thonë atij ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fihi. Çfarë është me këtë njeriu që është dërguar mesin juve pra për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Fa yaqul ha ladri. Fayunadi munadi min as-sama', do të thirrë nga qielli. An kadhab, ky rob gënjeu, pra përgënjeshtroi. Fafrushu lahu min an-nar, ja shtroni një shtroj nga zjarri. Waftahu lahu baban ila an-nar, dhe hapni një djerë nga zjarri, derë nga zjarri i xhehenamit. Fetihi min harriha wa samumiha, pra do t'i vjen pra atëherë ajo nxehtësia e zjarrit. Wa yutiqu alayhi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu, do t'i ngushtohet varri saqë prind pra do t'i mbërthehet, brinjët do t'i bashkohen njëri me tjetrin. Wa ya'tihi rajulun qabih, dhe do t'i vjen një njeri i shëmtuar, formën e shëmtuar. Qabihul wajhi qabihul thiyab, do ta ketë një fytyrë të mërshme, të frikshme dhe veshje shumë të keqe. Me të nërmih, pra me një aromë, me një erë qelbur, keqe. Pra ne e shohim këtë dunja që nëse njeriu është i papastër, i papastruar dhe sa na pengon. Fe yaqul abshir billadhi yasu'ak, dhe i thojnë myshde me pra t'japim lajmin e hidhur që do të jetë zi për ty. Hadha yawmul ladhi kunta tu'ad, kjo është dita që ka përtu Allahu për ty. Pra kjo është dita që ti as nuk e besova, as nuk e përgatitë për të. Fe yaqulu, ai do thot man anta, do thot kush je ti? Man anta wajhuka al-wajh alladhi yaji'u bi shar, kush je ti që më jap këtë lajm të keq? Ana amaluka al-khabith, do të thot unë jam vepra jote e keqe, e fliqur. Pra unë jam moslënia e namazit, pra apo praktisin që ke bo namazit, unë jam moslënia e zakatit, unë jam respektimi prindërve, unë jam kufri, shirku, bidatet, gjunahet, unë jam ai. Padrejtësit, vrasit, gjunahet. Apo vjen e parë vjen kufri, padyshim. Fe yaqul, dhe do thot Rabbi la taqim as-sa'a, o Zoti, mos ndodh kiamet, pra shtyje, la taqim as-sa'a. Kur ka dëshirë marr dita e gjykimit. Wa minhum, kjo është sa i përket me lajkëve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Tema kishtë të bëjmë me besimin me lajkëve, dhe Shekh Rabia Allahu më shërof e ka argumentuar me këtë argument
që një prej veprave të melajkëve është marrja e shpirtrave. Sa minuta e po? 3. Po, dhe pak. Ku pëzjasim shumë. قال المؤلف رحمه الله pastaj autori ka kaluar një temë tjetër. والإيمان بأن الجنة حق والنار حق وأنهما مخلوقتان. Besimi se xheneti është hak. Besimi e ahlus sunna se xheneti është hak. والنار حق. Dhe zjarri është hak. وأنهما مخلوقتان. Xheneti dhe xhehenami janë të krijuar. الجنة في السماء السابعة. Xheneti është mbi 7 palqej. وسقفها العرش. Dhe kulmi i saj është arshi. والنار تحت الأرض السابعة السفلى. Zjarri është në qiellin e 7 të fundit. وهما مخلوقتان قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة. Dhe janë të krijuar xheneti dhe xhehenami, dhe Allahu din numrin e robërve të xhenetit dhe kush ka me hy. وعدد أهل النار. Dhe numrin e banorëve të zjarrit dhe kush ka me hy. La tafniyani abada. Dhe kur nuk do të përfundoj zjarri dhe xheneti. Kur? Asnjëherë. Baqa'uhuma ma'a baqa'illah. Pra çdohet. Abadan abadain wa dahra ad-dahrain. Pra asnjëherë nuk do të quhet zjarri. والأدلة على ذلك كثيرة. Argumentet se xheneti dhe xhehenami në hak janë të shumta. Prej saj përmend Sheikh Rabia rahimahullah hadith Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, "Men shahida la ilaha illa Allah." Kush dëshmon se nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahut me të drejtë, wahdahu la sharika lah, i vetmi i cili pa shok, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dhe kush dëshmon se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, wa abdullahi wa rasuluhu, po ashtu dhe Isa alayhi salam është robi i Allahut, i dërguar i Allahut, dhe fjala me të cilën ai është krijuar, dhe ai është shpirti i Allahut që ka krijuar Allahu, wal jannatu haq. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kush dëshmon se xheneti është hak, edhe zjarri është hak, adkhalahu Allahu al-janna ala ma kana min al-amal. Allahu do ta futë në xhenet. Pra me veprat që ka. Pra kjo fi hadha al-hadith fadlun bayan fadl at-tauhid. Në këtë hadith qartësohet rëndësia e tauhidit të Sheikh wa bayanu dalal al-yahud. Dhe qartësohet devijimi i jahudive të cilët e mohojnë Isa alayhis salam. Wa tahamuhu wa ta'anu fihi. Pra në këtë hadith refuzohen jahudit të cilët e mohojnë Isa alayhis salam dhe akuzojnë Mërjemen. Se hadithi pe mbron Mërjemen, se po tregon se është i krijuar me fjalën kun bëhu, larg asaj që shpifit për pabesimtar. O fi ummihi o fi risalati. Pra në akuzojnë Mërjemen, akuzojnë shpalljen. Po ashtu, në këtë hadith refuzohen edhe krishterët, të cilët e teprojnë Isajin dhe thonë që është trinitet. Pra thonë është djali i Zotit. Inshallah javën e ardhshme do t'i përmendim edhe argumente të tjera. Kjo ishte për sonte. Lusim Allahun subhanahu wa taala që të na mundësoj që kur të merret shpirti, pra të jemi nga ta besimtarë që përgëzohemi dhe veprat tona të na vinë atë formën si formën e njeriu të mirë, e të na largojë na ruaj nga sprovat e jetës. Pra, ju e dini që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ka kërku ganesheve e lutë Allahu më mbrojt për 4 gjëra: fitnetul dunya wa fitnetul mahya wal mamat, sprovat e jetës dhe vdekjes. Deri në vdekje ne nuk e dimë se çfarë ndodh me njerëzit. Pra njeriu mund të devijojë, pra të përplas vinë dallgët sprovave. Njeriu mund të sprovohet me varfëri, mund të sprovohet me një smundje, mund të sprovohet me një njeri
me një shëzhni, me një dyshim, dhe njeriu devion. Pra i shohim ka pas kohë që njerëzit devijojnë devijime të ndryshme. Pra kush ka qenë në Kasimi apo siç ka qenë në Saudi, ka qenë hadith shumë i fortë. Me kalimin e kohës, ai ka filluar me shkruaj libra në hadith, shumë i fortë, shumë njëri i ditur. Me kalimin e kohës ka filluar me deviju derisa ai është bërë ateist, armik për armiqve të Islamit. Dhe këta e marrin shembull dietar që njëri asnjëherë nuk duhet t'i dhonë, pra arroganca e tij, mendjemallësia e tij, që ka pas zgjuarësi që ka dhënë Allah. Siç ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymija, "Utu zakat wa lam yutu zakat." Me ta gjithë Allah ka dhënë zgjuarësi, po jo pastërti. Pra jo ka dhënë zgjuarësi. Pra mund ta shohësh njëri pasues bidatit është shumë i shkat, po mund të jetë shumë orator, por se ka dhënë Allah pastërtin, me qenë tauhid dhe sunnet. Për këtë njeriu duhet me qenë deri në momentet e vdekjes me lutë Allahun që me na forcu në fenë e tij. Dhe mos me deviju, mos me deviju. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dhe lutja jonë në fund është falëndrimi të Allahu sallallahu alaihi wasallam.